Horoskopi ditor, 30 tetor 2025, dashi, sot, dashi i dashur, idetë dhe planet për krijim, udhëtime, ose për shkollë mund të duken shumë të mira. Mos u nxito t'i realizosh menjëherë. Bëj kujdes dhe mendohu mirë, bisedat që ke sot mund të japin shumë mësime. Vëzhgimet dhe reflektimet e tua personale sot janë të vlefshme dhe mund të ndihmojnë të kuptosh më shumë për një person, një situatë, madje edhe për qëllimin tënd në jetë. Merkuri, planeti i mendimit, është në sektorin tënd shpirtëror dhe po bashkë vepron me Plutonin e thellë. Kjo do të thotë se është dita e duhur për të gërmuar thellë problemet dhe për të kuptuar gjërat më në thelb. Nuk është dita për vendime të nxituara, por për të menduar mirë dhe për të ndarë mendimet vetëm me ata që i beson. Nëse punon me grupe ose ekipe, sot mund të ketë shpërblime dhe përfitime. Bëhu i kujdesshëm, përdor mendjen dhe zemrën së bashku, dhe çdo gjë e mirë do të vijë. Demi, sot, demi i dashur, hëna është në krye të kartës tënde dhe ti po mendon më shumë për qëllimet afatgjata. Bisedat që ke sot mund të ndihmojnë shumë, veçanërisht për punë ose çështje financiare. Dikush mund të jap këshilla të vlefshme ose të jetë një bord i tinguish për idetë e tua. Është një kohë e mirë për të kuptuar gabimet e mendimeve të tua, gjëra që nuk të shërbejnë më dhe që duhet t'i lësh pas dore një herë e përgjithmonë. Çfarëdo problemi që del tani, po të mëson si të parandalosh telashe më të mëdha në të ardhmen. Ndoshta do të duhet të përballesh me frikërat ose shqetësimet e brendshme. Analiza dhe reflektimi sot mund të ndihmojnë shumë. Nëse ke frikë apo shqetësim, fol për të thënë me zë ose ndar me dikë që i beson. Kjo mund t'i heqë fuqinë nga ajo frikë. Sot është dita për të gërmuar më thellë, për të zbuluar të fshehtat dhe për të reflektuar mbi veten. Mendohu mirë, fol me kujdes dhe mëso nga çdo përvojë. Binjakët, sot, binjak i dashur, hëna është në sektorin tënd shpirtëror dhe ti po kërkon inspirim dhe ide të reja. Por energjia e sotme e Merkurit me Plutonin është më strategjike, duke të ndihmuar të kuptosh marrëdhënie ose situata që nuk të shërbejnë më. Kjo është mundësia për të hapur dyrë për ndryshim dhe për t'i lënë gjërat që nuk funksionojnë pas teje. Bisedat me dikë të veçantë ose për dikë mund të japin ide të reja dhe zgjidhje për problemet. Gjërat që dikur ishin të fshehura mund të dalin tani, duke të dhënë më shumë qartësi. Sot është dita për të analizuar dhe kuptuar thellë, jo për të shikuar sipërfaqësisht problemet. Bëhu i sinqert me veten dhe i hapur për të përballuar çdo pengesë që lidhet me emocionet. Ndonjëherë është e lehtë të shmangësh biseda të vështira, por sot përfiton shumë nga të folurit hapur dhe përballja me shqetësimet. Mos u ndalo në sipërfaqe, thellohu dhe do të gjesh mundësi për rritje dhe zbulime të reja. Çdo sfidë është një mësim për ty dhe një hap drejt një jete më të qartë dhe më të lumtur. Gaforia, sot, gafore e dashur, hëna ndodhet në sektorin tënd më të thellë dhe energjia e Merkurit me Plutonin të ndihmon të arrish thelbin e çdo situate. Sot mund të dalin informacione të rëndësishme për punën, shëndetin ose ndonjë çështje personale që po të shqetëson. Energjia është e shkëlqyer për të organizuar mendimet dhe zgjidhur problemet. Ti je i motivuar të jesh efektiv dhe i dobishëm dhe të tjerët vlerësojnë këshillat dhe mendimet e tua, sidomos ata me të cilët punon ose kalon ditën. Sot fuqitë e tua për analizë dhe hetim janë më të forta se zakonisht. Kërko të kuptosh çfarë nuk është më e duhura për ty dhe pastro jetën nga gjërat që të pengojnë. Ky është një moment i mirë për të planifikuar, strategjizuar dhe marrë vendime të mençura për të ardhmen. Në fund, gafore, përdor këtë ditë për të sqaruar situatat, për të organizuar jetën dhe për të kuptuar se çfarë duhet të lësh pas, sepse çdo hap drejt qartësisë të sjellë më shumë paqe dhe lumturi. Luani, sot, luani dashur, hëna është në shenjën tënde të kundërt dhe ti po kërkon balancë dhe harmoni në jetën tënde. Mendja dhe zemra jote janë të fokusuar tek marrëdhëniet, qoftë me partnerin, familjen apo miqtë e afërt. Energjia e sotme e Merkurit me Plutonin të ndihmon të shkundësh modelet e vjetra në mënyrën si lidheni me të tjerët. Ato zakone ose mënyra të cilat nuk kanë funksionuar më, tani mund t'i ndryshosh.
Kjo është një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar marrëdhëniet dhe për të krijuar një lidhje më të mirë dhe më të thellë me njerëzit që do. Sot ke energji të madhe për të menduar, reflektuar dhe biseduar për problemet. Mund të zbulojmë gjëra të reja dhe të kuptosh më shumë se zakonisht. Mos hezito të shohësh më thellë në çdo situatë, sidomos në marrëdhënie ose projekte kreative. Bisedat me partnerin, interesin romantik, fëmijët ose miqtë e afërt mund të jenë shumë të vlefshme sot. Diskutimet nuk janë sipërfaqësore, ato mund të jenë thelbësore dhe të çojnë tek zbulime të rëndësishme. Në këtë ditë, luan, përdor energjinë tënde për të kuptuar çfarë funksionon dhe çfarë nuk funksionon më, dhe për të bërë hapin drejt marrëdhënieve dhe projekteve më të shëndetshme dhe më të lumtura. Birgjëresha, sot, birgjëresh e dashur, hëna është në sektorin tënd të punës, shëndetit dhe zakoneve, dhe ti po mendon për anën praktike të jetës. Sot energjia e Merkurit me Plutonin të ndihmon të kesh biseda të thella, që mund të japin shumë përvojë dhe kuptim. Informacione të reja për familjen, punën ose shëndetin mund të dalin sot, duke të dhënë një pamje më të qartë të situatave që të shqetësojnë. Ky është një moment i mirë për të forcuar ose rregulluar marrëdhëniet familjare, shtëpinë apo ambientin ku jeton. Mund të jetë koha e duhur për të menduar për plane afatgjata, edhe pse detajet e vogla mund të dalin më vonë. Gjërat duket se po bashkohen në mënyra kuptimplote, një mister mund të zgjidhet ose një bisedë mund të japë pjesën e munguar të puzlejit të jetës. Sot ke mundësi të mendosh dhe planifikosh strategjikisht, sidomos për çështje që lidhen me shtëpinë dhe jetën tënde personale. Energjia është perfekte për të reflektuar, diskutuar dhe marrë vendime të mençura. Virgjëresh, përdor këtë ditë për të vënë gjërat në rregull, për të përmirësuar jetën tënde dhe për të zgjidhur çdo situatë që kërkon thellim mendimi dhe kujdes. Peshorja, sot, peshore e dashur, hëna është në sektorin tënd të gëzimit dhe po ndes shisat e tua. Por energjia e Merkurit me Plutonin është shumë e fuqishme për të kuptuar më shumë dhe më thellë çdo situatë. Sot mund të dalin mundësi për të mësuar gjëra të reja ose për të kuptuar më mirë punë, komunikim, kontakte me fqinjet, udhëtime, transport apo marrëdhënie me vëllezër e motra. Mendja jote është e mprejtë dhe mund të arrish thellësinë e ndonjë problemi kompleks që të shqetëson. Bisedat dhe reflektimet mund të sjellin zgjidhje të papritura dhe ide të reja, që mund të ndihmojnë shumë herë në të ardhmen. Sot je në një pozicion të mirë për të shprehur mendimet e tua dhe për të fituar një audiencë që të dëgjon me vëmendje. Nëse dëshiron, peshore, përdor këtë ditë për të zgjidhur problemet, për të mësuar nga çdo situatë dhe për të marrë frymëzim nga bisedat e thella që bën. Çfarëdo që zbulohet sot mund të ndihmojë për shumë ditë dhe muaj që vijnë. Akrepi, sot, akrepi dashur, hëna është në sektorin tënd të shtëpisë dhe familjes dhe ti po tërhiqesh nga gjërat e thjeshta të jetës. Por kjo është edhe një ditë e shkëlqyer për zgjidhjen e problemeve, veçanërisht ato që lidhen me paratë ose shtëpinë. Bisedat sot mund të japin ide të mira dhe zgjidhje praktike për situatat që të shqetësojnë. Mund të zbulojë informacion që ishte i fshehur ose sende që ke humbur. Kjo është një ditë e fuqishme për të hequr nga jeta çdo gjë të panevojshme, qoftë gjëra të zakonshme në dollap ose mendime dhe shqetësime që të lodhin. Përqendrohu tek ajo që të shërben dhe lër pas çdo gjë që vetëm të pengon. Sot është gjithashtu një ditë e mirë për përditësimin e planeve dhe ideve, sidomos për çështje që lidhen me paratë, shtëpinë ose projekte personale. Nëse i kushton kohë një projekti ose studimit, mund të bësh përparim të madh. Akrep, përdor këtë ditë për të pastruar, organizuar dhe përqendruar energjitë tek gjërat që kanë vërtet rëndësi. Çdo hap drejt qartësisë dhe renditjes të sjell paqe dhe sukses. Shigjetari, sot, shigjetari dashur, bisedat mund të çojnë në thellësi dhe kuptime të reja. Do të mësosh shumë nga ato që dëgjon dhe do të arrish të përqendrohesh tek informacioni që të nevojitet më shumë. Ke një kartë të fshehtë në mëngë, diçka që mund të jap avantazh. Të tjerët janë më të hapur dhe mbështesin idetë e tua, duke të dhënë respekt për mençurinë dhe inteligjencën tënde. Sot aftësia jote për të bindur dhe për të shpjeguar gjërat është e fortë, pasi Merkuri është në shenjën tënde dhe bashkëvepron me Plutonin.
Mund të ndash informacion të ri ose të zbuloj detaje që dikur ishin të fshehura. Është një ditë e mirë për të bërë buxhet, për të mbyllur punë të papërfunduara, për të ndarë këshilla të vlefshme ose për punë editimi. Marrëdhëniet e reja që krijohen sot mund të jenë të forta, sidomos në nivel intelektual, shigjetar. Përdor këtë ditë për të folur, për të mësuar dhe për të zbuluar gjëra të reja, sepse çdo informacion që merr sot mund të shërbejë shumë herë në të ardhmen. Bricjapi, sot, bricjapi dashur, dëshira jote për të kuptuar thelbin e çdo situate është shumë e fortë. Për këtë arsye, mund të shmangësh bisedat e sipërfaqshme ose të parëndësishme dhe të përqendrohesh tek gjërat që kanë vërtet rëndësi. Energjia e Merkurit me Plutonin të ndihmon të kuptosh prioritetet e tua shpejt dhe qartë. Mund të mësosh gjëra të reja për mënyrën si funksionon mendja jote, ose të zbulojë ndonjë sekret që të ndihmon të marrësh vendime të mira në të ardhmen. Të zhytur në mendimet e tua sot mund të jetë shumë e dobishme, të ndihmon të analizosh situata, të kuptosh më mirë njerëzit dhe rrethanat dhe të nxjerrësh mësime të vlefshme. Sot është një ditë e mirë edhe për analizimin e çështjeve më pak personale, si puna dhe financat. Mund të zbulosh një burim të papërdorur ose një mundësi të fshehur që të ndihmon në projekte ose vendime të rëndësishme. Bricjap, përdor këtë ditë për të menduar thellë, për të hulumtuar dhe për të marrë mësime që mund të të shërbejnë shumë herë. Çdo analizë dhe reflektim sot ka vlerë për të ardhmen tënde. Ujori, sot, ujori dashur, hëna është në shenjën tënde dhe emocionet e tua janë më të forta. Por ti je i vetëdijshëm dhe vëmendshëm për gjithçka që ndodh rreth teje, ndoshta sepse ndjen që të tjerët të marrin më seriozisht se zakonisht. Energjia e Merkurit me Plutonin të ndihmon të kuptosh shpejt reagimet e njerëzve ndaj fjalëve dhe veprimeve tua. Të tjerët po të vëzhgojnë dhe ti ke një ndikim personal të madh. Miqt mund të jenë veçanërisht mbështetës dhe këshillat e tyre sot janë shumë të vlefshme, edhe nëse do të duhen disa kohë për t'i kuptuar plotësisht. Informacione të reja ose sekrete mund të dalin në pa, duke të dhënë kuptim dhe qartësi për një çështje që lidhet me miqsinë, një marrëveshje biznesi ose plane afatgjata. Bisedat me një ekip, koleg ose njohës mund të sjellin ide të shkëlqyera dhe të forcojnë lidhje të rëndësishme. Ujor, përdor këtë ditë për të vëzhguar, kuptuar dhe për të krijuar lidhje të forta. Çdo bisedë, këshill ose informacion që merr sot mund të të ndihmojë shumë në të ardhmen. Peshqit, sot, peshk i dashur, hëna ndodhet në shenjën pas tënde, dhe kjo mund të bëjë që të jesh pak më i tërhequr dhe i kujdesshëm se zakonisht. Por energjia e Merkurit me Plutonin të ndihmon të kuptosh më thellë një situatë dhe të marrësh vendime të mira. Sot është një ditë e shkëlqyer për të mësuar informacione të reja që të shërbejnë shumë. Mund të zgjedhësh të ndarësh idetë e tua me kujdes, duke dhënë pak tani dhe më shumë më vonë. Nuk është koha e duhur për të treguar gjithçka menjëherë, lëviz me strategji për të pasur rezultate më të mira. Diskutimi i çështjeve profesionale ose biznesi me dikë të besuar mund të sjellë ide të forta dhe zgjidhje të vlefshme. Mbështetja e të tjerëve nga prapaskena mund të jetë gjithashtu shumë e dobishme sot. Peshk, përdor këtë ditë për të menduar thellë, për të vepruar me kujdes dhe për të ndërtuar strategji të forta. Çdo informacion që merr sot mund të të shërbejë për shumë herë në të ardhmen.